E nderuara familje e dëshmorit të kombit Palpaluca, të nderuar përfaqësues të ekipeve dhe futbollistë, të nderuar shikues të portalit 029 Sport, mirë se keni ardhur në hedhjen e shortit të turneut tradicional kushtuar dëshmorit të kombit Palpaluca. Jemi këtu te pusha e futbollit Andra, ku për pak çaste do të fillojë edhe hedhja e shortit të turneut 25 me radhë që kushtohet dëshmorit të kombit Palpaluca. Qysh në fillim duhet të falenderojmë ekipet pjesëmarrëse dhe donatorët të cilët e kanë ndihmuar dhe kanë mbështetur këtë turne dhe padyshim është Drejtoria për Kulturën, Një dhe Sport e Komunës së Prizrenit, pastaj ekipet pjesëmarrëse me kontributin e tyre, firma Tore, Hemingway Home, Shishe Bar Kristal. Po ashtu një përgjegjësi të madhe, një punë të madhe do bëjë edhe Këshilli Organizativ i këtij turneu, që janë duke filluar nga unë Besforskeja, është Kastriot Paluca dhe Sejdi Gashi, të cilët gjithashtu në këtë moment do të ndihmojnë që ta bëjmë edhe hedhjen e shortit. Ky turne organizohet për të 25-ën me radhë, ndërsa kushtohet 27 vjetorit të rënjes heroike të dëshmorit të kombit Palpaluca. Besoj që Këshilli Organizativ është i gatshëm. 26 ekipe janë pjesëmarrëse të këtij turneu, të cilat do të vendosen në kupë e pastaj do të tërhiqen nga dy nxënës të shkollës së futbollit Viner që i kemi këtu. Ndeshja e parë me marrëveshje do të zhvillohet për shkak të dëshmorit të kombit që ka qenë pjesë e luftës. Ndeshja e parë do të zhvillohet midis ekipit Palpaluca dhe ushtrisë së Kosovës, forcës së sigurisë së Kosovës. Gjithçka gati do të vendosen tash të gjitha ekipet pjesëmarrëse, ndërkaq pastaj do të tërheqim një nga një. Edhe një herë tham që janë 26 ekipe pjesëmarrëse, do të vendosen tash të gjitha ato dhe do të tërheqim një nga një, po. Sfart. Nëna Syla. Shkolla e re. Eri Kofe. Dëshmorët e Kaboshit. Vlera SHPK. Sofia. Dëshmorët e Studençanit. Mena Keramik. Remzia Demaj. Bon Gaming. Këfat Magja. Havolli Group. Zero 29 Sport. ND Hidroizolimi. Shori DU. Vëllezrit Koçinaj. Simpatikat. Aboza SHPK. KF Retia. KRU Hidroregioni Jugor. Lumbordhi Prizren. Arena Zhupa. Lamor Bar.
edhe VSKS. Veç se a mund është fitore më allo. Faleminderit Besfort, faleminderit Këshillit Organizativ. Tani do të janë futur në kupë 24 ekipe. Tash Kastrioti po e bën përzierjen e ekipeve, ndërsa ftojmë të riun futbollistin e ri Altin Selimin të vi edhe të tërheq nga një ekip, kurse Besforti do ta shënoj qysh në ndeshjen e parë. Pra ju thamë edhe më herët, ndeshja e parë zhvillohet midis ekipit Palpaluca dhe Ushtrisë së Kosovës, FSG-s. Vazhdojmë me ekipin e parë të ndeshjes së dytë. 0-29 Sport. Kush është ekipi? Lamor Bar. Vazhdojmë me ekipin e tretë. Eri Kafe. KRU Hidroregioni Jugor. Eri Kafe, Hidroregioni Jugor. KF Atmaja. Remzia Demaj. Remzia Demaj. Besor të njerë në fund edhe njëherë i lexojmë prap. Arena Zhupa. Lombardi Prezan. Simpatikat. Ekipi tjetër. Dëshmorët e Kabashit. Mena Keramik është ekipi tjetër që përkundërshtar do ta ketë ekipin që do të tërheq Altini tash. Sharri Dou. KF-Retia. Sopia. KF-Retia Sopia është një duel tjetër. Vazhdojmë duelin tjetër. Në pikë në Syla, që përkundërshtar do ta ketë Vëllezërit Koçinaj. Agoni Grup, apo? Avolli Grup. Vera SHPK. Vera SHPK. Kush është? Pon Gaming. Pon Gaming. Dëshmorët e Studençanit. Shkolla e re është skuadra që të tërhequr që përkundërshtar do ta ketë ekipin që presim ta lexoj Altini në D hidroizolimi. VSKS.
Abazi SHPK. Abaza SHPK. Këtu edhe ka përfunduar. Pra, faleminderit Altin për këtë përzgjedhje. Këtu ka përfunduar shorti, ne besfortin e lusëm edhe një herë që do të na i lexoj çiftet rivalet pas së hedhjes së shortit. Besoj që e gati. Hapja e turnirit do të jetë ndërmjet Palpalusës dhe FSK-s. Nesër në ora 19 hapja e turnirit. Për tjerat do t'ju lajmërojmë gjithëve përmes internetit, edhe juve. Faqja. Lojë që do të luan nërmes veti janë 029 Sport Lamor, Eri Kafe Hidroregioni Jugor, Këfat Mazha Remzi Ademaj, Arena Zhupa Lumbardhi Prizren, Simpatikat Dëshmorët e Kabashit, Mena Keramik Shari DU, Këfëretia Sopia, Nënë Syla Vlezrit Koqinaj, Havolli Grup Vlera SHPK, Born Gaming Dëshmorët e Studençanit, Shkolla e re në hidroizolimi VSK-s Abaza SHPK. Këtu janë çiftet dhe turneu fillon nesër në orën 19 do të jeni të informuar. Pas ndeshjeve të para përsëri do të ketë turnira, do të ketë short. Do të jetë short. Pra pas do xhiroje do të ketë short përsëri. Këtu janë ekipet. Kastriot besojmë që nuk kemi diçka tjetër. Ne si Faleminderit vllaznim, faleminderit gjitha ekipet pjesëmarrëse se po na nderojnë vllavin ton, eroin Palpaluca. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit se kanë dhënë më të shtrenjtën prej tyre jetën për lirinë e Kosovës. Respekt për gjitha ekipet dhe dashamirët e sportit. Respekt për gjithë popullin shqiptar. Faleminderit, pra këtu ne erdhëm edhe në përfundim, me sipër vetëm se t'ju themi që të gjitha ndeshjet e zhvilluara të këtë turne do të transmetohen drejt për drejt, gjithashtu edhe me komentim në kanalet zyrtar në YouTube 029 Sport, prandaj që nga ky moment t'ja bëni like edhe t'ja bëni subscribe 029 Sport, do t'jeni me ndërsa shikuesit tjerë të vinë këtu nga afër të shohin ndeshjet. Ata që nuk janë të prezent mund të shikojnë përmes kanalit zyrtar në YouTube edhe në Facebook. Pra, ndeshjet do të jenë interesante, që nga nesër vendi drejt te ëndra, të gjitha ndeshjet do të zhvillohen në ëndra, varësisht sa ka përcaktuar organizatori 3 apo 4 ndeshje në ditë, nga 3 ndeshje në çdo natë, nga 3 ndeshje spektakël, futboll, emocione, fitore, suksese të gjitha ekipeve. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në nderim të dëshmorit të kombit. Besojmë që gjithçka do të shkojë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shiftë organizativ që do ta ketë një punë të madhe, po përvojën që e kanë besoj që do të jenë në të gatshëm për ta kryer punën. Faleminderit shumë. Shihemi në turne. Po, përmendëm edhe Gjulianin kameramanin si zakonisht që është i pranishëm kudo ku zhvillohet sporti edhe në këtë turne. Faleminderit për Gjulianin, po më shumë për Dionin, që është edhe si teknik i realizimit të transmetimeve të drejt për drejtë që e bën një punë shumë të madhe dhe Dioni. Deri në transmetimet tona, mirëmbëjtje.